Tokat bujqësore në Shqipëri po degradohen për shkak të keq menaxhimit dhe ndotjes së tyre. Urana Bazi, pedagog në Departamentin e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, thotë se toka ka nevojë për kujdes, pasi problemet e saj kalojnë tek produktet që janë pjesë e zinxhirit tonë ushqimor, duke u bërë shkak për sëmundje të shumta. Ka disa problematika. Një problematikë themelore me menaxhimin e tokës në raport me braktisjen dhe me keq menaxhimin, degradimin e tokës, ku këtu mund të përmendim elemente ndryshëm që kanë të bëjnë me erozionin, me ndotjet e ndryshme që vijnë nga industritë e ndryshme, nga problemet që ne nuk i menaxhojmë si duhet në raport me pylltarinë, në raport me kullotat, në raport me kripëzimin e tokave dhe në raport me ndotjen e ujrave, që është shumë e rëndësishme dhe që pastaj kjo ndotje kalon në tokë dhe mund të kalojë edhe në zinxhirin ushqimor. Sipas profesora Bazit, është thelbësore të merren masa për ndryshime ligjore. Duhet bërë më shumë, ka mundësi për të bërë më shumë, duke filluar që nga përmirësimi i legjislacionit për rujtjen dhe menaxhimin e tokës, nga politika që duhet të ndiqen për të bërë të mundur rritjen e kapacitetit dhe të efikasitetit të prodhimit në tokë, për të menaxhuar më mirë sipërfaqet e lëna djerr. 22 prilli njihet si dita ndërkombëtare e tokës, një thirrje globale për të reflektuar mbi ndikimin tonë ndaj mjedisit dhe për të ndërmarrë hapa konkret për mbrojtjen e tij.